Zë Dyshniku, si mendoni, cili do jetë fundi i Edi Ramës dhe apo shkon drejt fundit vetë Edi Rama dhe prej nga do ta marrë goditjen, do ta marrë nga drejtësia shqiptare, nga SPAK-u apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ka dhe i dosje të hapur atje, siç është ajo e Charles McGonigal? Kushdo ta heqi Edi Ramën përveç popullit, ne shqiptare nuk do na sjell asgjë. Le t'i Edi Rama do vi një tjetër si Edi Rama. Iku Berisha Edi Rama. Çfarë fituam? Çfarë fituam? Po kush duhet vjedhër? Ne duam ta rrëzojmë popullin. Po jo me dhunë. Jo të komandojnë partitë politike tonë, mblidhurit, hajti ban flakën kryeministrisë. Jo. Ora, populli ka treguar që nuk bën dot gjë, se duket që është i shtypur që nga 45-a deri më sot. Po ideja është që jo. Cila atë 45-ës hiqem janë 45-ës, më fal. Mos ta përmendim me 45-ës se boll kemi 35 vjet tonë. Se po fillon me 45-ën? Jo, po që me 45-ën? Jo, po që me 45-ën ka probleme tjera. Mos ta shtyjmë tutje atë. Ne do të shojmë pse nuk e bëjnë Shqipërinë si Amerika, si Anglia, si Franca, si Gjermania. Po nuk duan, nuk e kupton. Jo, po ja dhe ju kompletistoni 45-a i shtypur. Ore, e morëm vesh atë. E kemi thënë, diktatura komuniste me egon në botë. Kaq mjafton. Edhe unë se kthe kokën brapa me. Çfarë po bën ti më mirë se në diktaturë? Po janë pasardhësit e Enverit, si mendon ti se do ta ndërtojnë Shqipërinë? Jo, janë pasardhësit e Enverit, jo, nuk janë, jo. Atëherë si mas ne gjithë shqiptarët do të pushatoshim, ç'është kjo logjikë? S'është shumë. Po, nuk jam duke thënë atë. Nuk jam duke thënë atë, jam duke thënë që ne shqiptarët e kemi treguar që nuk bëjmë as revolucione, nuk bëjmë as ndryshime të mëdha politike. Ne e presim shpëtimin nga një forcë madhore që mund të jetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga një forcë madhore që mund të jetë SPAK-u. Pra, vetë shqiptarët nuk kanë në vetdijen e tyre të brendshme pjesën e ndryshimit. E kërkojnë shpëtimin nga diku tjetër, nga një forcë politike, nga jashtë. Pra, ajo që jam duke thënë është që shqiptarët e kanë treguar, pra ne gjithë bashkë e kemi treguar që nuk bëjmë dot asgjë. Tani, kur ne nuk bëjmë dot asgjë, nga do vi ndryshimi? Shiko, po mirë, unë kam lindur në 47-ën. Një atë sistem, një edhe të sistem. Atëherë unë, këto që them unë, mos janë gjë e meriste këto. Kur i them mediave, televizionet të ndryshme, që më ftoni t'u tregoj shqiptarëve të vërtetën se si është demokracia dhe shteti ligjor në Michigan, Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë një mirë, që ta ilustroj, kam mbi 6.000 foto dhe video, të tregoj një shtet model. Pse ka frikë? Siç më tha një gazetar një ditë mua, në një intervistë që bëra, në fund i thash, më ftoni thash të tregoj Amerikën, Michiganin, qytetarë. Edhe Amerikën të tregojmë shqiptarëve dhe hajde t'i mbaj ata. Pse si tregojnë Amerikën? Më gjej një televizion që thotë, ja si ishte Amerika ta bëjmë këtu neve. Më tregojnë një televizion vetëm. Po nuk ka nevojë më se dihet se si janë vendet e tjera, nuk është çështja aty. Jo, se ashtu. Jam duke thënë është ti dashur të kishte nevojë njerëzit të bënin shkolla, po i shikojnë në internet edhe bëhen doktor, inxhinier. Jo, s'është ashtu. Ai shqiptar kooperativisti që thotë, unë kaq të takon thonë 50 euro. Ai si pa informuar i shkëti. Ai është i shtypur. Atë duhet ta mbrojnë të tjerët. Të tjerët duhet ta mbrojnë. Elita, intelektualët, atyre që udhëzim shet populli shqiptar. Edhe nuk e vjet fare të shtypurit. Se dhe të burgosit të tanimet maj, të burgosit votojnë 100% për ministrin e brendshëm. Po ata dakord kanë qenë me burgun e tyre, me dënimin e tyre, prandaj nuk është kjo logjika. Se atje vërtet, në Michigan, shteti është një nga shtetet, Amerika është një nga shtetet që kanë të ardhur më të larta në botë. Por ama, elementet publik i etik të domosdoshëm të çdo njeriu janë falas. Lulishte, kopshe, parqe, plazhe, tëra janë falas. Këndelore, fushë sportive, këtu do shkosh çdo një me lek. Çfarë vështirësie ka bashkia apo ky kryeministri që është kryetari i asaj
Kjo rreth që quhet ajo? Që të mos ta zëjë lurishte apo parku. Zoti Dyshniku, e kemi diskutuar qindra herë të tilla problematika. Ideja është që tashmë ju si e shikoni pjesën e ndryshimit, pra cila është formula e ndryshimit të gjithë sistemit në Shqipëri? Formula e sistemit është t'i bëhet gjyqje të kaluarës. Po si është bërë? Ose u gjet. Nuk është bërë gjyqje. E para këtu. Ata që do marrin përsipër të ndryshojnë sistemin, duhet t'i bëjnë gjyq, duhet të distancohen nga e kaluara. Edhe nga ata që kanë bështetur atë kaluar. Për sa kohë shqiptarët nuk i kanë bërë gjyqin krimeve të Enverit, nuk kanë si bëjnë gjyqjeve edhe 35 viteve të sistemit aktual. Për çfarë krime shpleti? Për çfarë krime shflitet për Enverin? Kur vetë të burgosit, edhe ata t'i dërrojnë, nuk thonë që të thonë emrin atij që i ka qenë dëshmitar, ai që i ka spionuar. Asnjë se që shurë gjyq nga ta. Mos hym tani të diskutojmë atë sistem kriminal, se mirë, ore, ai rrugë sistem tash. Çfarë do me atij? Me ata që kanë bërë krime, le të merren gjykata. Me padrejtit në histori, me shtrembrim në histori të merren historianët. Se do të merren populli, se do të merren ata. Se do të rritet vëmendja me të kaluarën e mos merren me sosme, me të ardhmen. Po pra, në momentin që ti nuk përballesh me të kaluarën, përsërit gabimet e të kaluarës. Jo, shikon nga përpara, unë po them ta bëjmë Shqipërinë si Michiganin, si Amerika. Ta bëjmë si Anglia, si Franca. Ore, pse thot ai? Më fal, jo, e bën. Ore, po prandaj qeverin, shtetin duhet të marrin ata që thotë bëhet, jo ata që s'bëhet. Se ky thot, kështu e ka bota, kudo ka krime dhe korrupsione. Nuk është ky për këtë punë. Po the që s'bëhet, ke marr fund, ti si e për këtë punë. Ti do të shporësh, ti armik. Sepse s'ka njerëz pra. Ka njerëz, kush s'ka njerëz? Kush s'ka njerëz? Po s'ka se janë akoma. Po kështu si puna ime ka me mirë, po jo po si nuk e dëgjon njeriu. Janë akoma me mentalitetin enverist, si do ta bëjnë si Amerika. Shiko, mos ngulmo me këtë mentalitet enverist komunist, kemi 35 vjet. Njeriu fillon punën 20 ca vjet, del në pension për 35 vjet, edhe ka që jeta. Akoma edhe sa vjet tjetër do vazhdojmë. Ore, unë më them, ke thënë, ore, ka 35 vjet. Më thuaj mua ti, pse nuk është bërë një konferencë kombëtare të thuhet çfarë është bërë për këto 35 vjet nga Europa në Shqipëri? Më thuaj një element vetëm. Asnjë element s'ke këtu. Çdo gjë është rënuar. Asnjë element të demokracisë qendrore nga Europa. Më thuaj një ti. Më thuaj një. Bashkimi Evropian të ka sjellë ndihma financiare saqë ti mund ta kishe bërë sot Shqipërinë Zvicër. Të solli fondet e IPARD-it që qeveritarët i vodhën. Të ka sjellë ndihma financiare në çdo sektor ku pasardhësit e Enverit i kanë vjedhur njëra pas tjetrës. Tani çfarë do duhet bëj Bashkimi Evropian? Të marrë në krah. Këto janë në mosha, më. Këto janë në mosha. Nuk janë këto, jo. Gjithsesi, të mbetemi te pjesa e Ato që thua ti ka pru ndihma. Ndihma ka pru dhe atje në Afrikë, që hanë mizat njerëzit, që janë koske në kurë, që s'kan bukë të hanë, që besin nga sëmundjet. Po kjo nuk është demokracia atje. Ora unë them këtu s'ka demokraci mo. Tu s'është prur s'ka funksionuar. Më thuaj mua. Kush ka urdhëruar që të shkatërroshin fabrikat, uzina, kombinate e kooperativa? Më thuaj. Kush ka urdhëruar? Evropa? Apo e ka bërë Sali Berisha kokën e vet? Këtë më thuaj. Pse u shkatruan? Pse në gjithë linjën ish komuniste nuk u shkatruan? O zoti Dyshniku, çau zinashe fabrikash kishte aman të viteve 1500 me industrinë e vitet 1500. Mos i hym të diskutimit tani sepse e kemi bërë dhe shumë herë më përpara. Ideja është që cila është formula e ndryshimit që mund të ndodhë tani e tutje. Më fal. Ato uzina e fabrika që kanë qenë, atje Rubik nxirresh Flori. Çfarë dojem tepër të nxirrte Rubiku? Një kjo, e dyta. Tani, mas 90-s, atë një pjesë të kombinatit metalurgjik e mori Kurumi. Dhe nuk shkrin Heku Nikel, që do bënte punë, do vinte njerëz në punë, atje miniera, por shkrin hekuristët që mbledhin fukarin Hallexhin.
por me ato fitime ai, ka fituar ai shumë, Kurumi, sa ne na grabiti, na bleu 4 hidrocentrale. Që po atë punë që bën Kurumi, po ta kishte bërë shteti jon, ato 4 hidrocentrale do ishin shërbim popullit sot. I superfosfati Laçit, ai ishte i 1500-ës. Edhe superfosfati, ajo urea e Fierit, apo uzina kablo e telave në Shkodër, Bakrit, që kam qenë vetë e jo mirë, apo uzina e instrumenta Petropapin në Korçë, që ishte Gjermanë dhe e merrti Gjermani komplet prodhimin dhe ishte eksportonte. Pra, pse u shkatruan, pse bota nuk i shkatroi? Pse nuk i dan t'ja jepte shtetit, ose jepja privatit ta rregullonte, ti e shkatrove, ti e vuri kazmën. I vuri kazmën e vogël. Ky është diskutimi i gjatë që kemi zhvilluar edhe më parë. Jo, ky është ai gjyqi që do të përkaluarës. Po si u bë gjyqi të kaluarës, nuk rregullohet e ardhmja. Ky është për nostalgjikët e Enverit, domethënë që mbahen atje tek kazma dhe lopata. Të lutem shumë, unë po tregoj Amerikën ty. S'po tregoj kazmën e lopatën. Po tregoj Amerikën. Po pra po, ato që kanë parë në Amerikë, ato që kanë parë mund të bëhen në Shqipëri për 6 muaj, 6 muaj. Për 6 muaj. Mund të bëhen. Kështu thonë të gjithë që e bëjmë, por kur shkojnë në pushtet, pastaj duket se sa e bëjnë.